Dietat që janë detox, janë me lëngje të shtrydhura, dietat, siç tha më parë, që eliminojnë komplet një kategori ushqimi, zakonisht karbohidratet, pasi karbohidratet janë e keqja e nutricionit, është ai grup ushqimor i cili është i parë që eliminohet. Dietat me shumë pak kalori, për shumë më pak se 1000 kalori, dieta që janë monoushqimore dhe ato që thamë shpar, pra vetëm një lloj kategorie dhe eliminimi i një kategorie komplet të ushqimeve, sepse nuk është një ushqim specifik, por një kategori, zakonisht karbohidrate të thjeshta, komplekse, fibrat, sjellin në humbjen e peshës shumë të shpejt, por kanë efekte të tjera anësore në planin afatgjat. Nëse mund ta shpjegoni kur bie kjo pesha më shpejt, pra kur përdoren këto dietat, çfarë po humbasim realisht? Po, kur përdoren zakonisht me eliminimin e karbohidrateve, që thamë që është gjëja kryesore, karbohidratet janë të lidhura me molekulat e ujit. Domethënë nga ana kimike, karbohidratet ne i ruajmë në trup në formën e glikogjenit dhe glikogjeni lidhet me ujin. Pra 1 gram glikogjen lidh 3 gram ujë. Dhe në momentin që ne i eliminojmë në sasi të mëdha karbohidratet, humbim me litra ujë, sepse gjëja e parë që ne humbim është ujë. Dhe në peshore kjo gjë përkthehet në 3-4 kile të peshës së trupit. Pra gjëja e parë që ne humbim është ujë. Nëse dietat përveç karbohidrateve, zakonisht të dieta drastike kanë dhe shumë pak protein, avash fillojmë të humbim indi muskulor, sepse indi muskulor, që është shumë i mirë, është aktiv nga ana metabolike, pra ne kemi nevojë sepse dhe harxhon energji për gjërat që ne bëjmë në përditshmëri, për të marrë frymë, për tretjen, dhe kur jemi në qetësi, muskuli vazhdon të harxhon energji. Duke ndjekur këto dieta, avash humbim dhe muskulin, që është një ind shumë i rëndësishëm. Dhe ndodhemi në një gjendje ku dhjami pastaj merr pjesën më të madhe të përqindjes së trupit dhe avash mund të shkaktoj probleme të tjera, por për ironinë e fatit ti mund të dobësohesh dhe metabolizmi yt ulet, sepse në momentin që ti humb indi muskulor, metabolizmi ngadalsohet dhe fakti që metabolizmi ngadalsohet e bën më të thjeshtë rikthimin e peshës. Sepse pra është një iluzion i përkohshëm, është një iluzion i përkohshëm.